Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin Tim Kryqëzim, në të cilin sot do diskutojmë në lidhje me biznesin shqiptar përballë taksave, kostove dhe tregut global. Të gjithë e dimë se biznesi është një ndër shtyllat kryesore të ekonomisë, por vitet e fundit sipërmarrja shqiptare ka qenë pjesë e disa sfidave, siç janë rritja e kostove, rritja e taksave, luhatje të ndryshme të kursit të këmbimit dhe konkurenca gjithnjëherë më e fortë me tregun ndërkombëtar. Për të diskutuar më me profesionalizëm për pikërisht këtë temë, kam nderin të them se kam të ftuar sot në studion tim me zotin kontabilist të miratuar, zotin Egli Trimi. Zoti Trimi, mirë se erdhët, faleminderit që pranuat ftesën time dhe jeni sot në studio. Mirë se u gjeta, kënaqësia është ime, faleminderit për ftesën. Pa humbur kohë, do doja që të vijoni me pyetjen e parë. Zoti Trimi, sipas jush, si do ta përshkruanit sot situatën e një biznesi shqiptar? Një situatë zhvillimi apo një situatë mbjetese? Atëherë, kjo është një pyetje që nuk merr dot një përgjigje absolute. Për momentin që flasim, në Shqipëri disa sektore, siç është ndërtimi, turizmi dhe disa sektore tjera që janë në teknologji dhe informacion dhe shërbime, janë në zhvillim, por ka dhe një pjesë tjetër, sektore tjerë biznesesh që ka përhasi sfida të mëdha për duke marrë shkas nga rënja e kursit të këmbimit ose kostot e larta dhe normalisht këto janë disa nga problemet për momentin që këto sektore po hasin probleme. Por që nga përvoja im si kontabilist, një nga problemet tjera të bizneseve në Shqipëri është sepse një pjesë e madhe e këtyre bizneseve harxhojnë kohën më të madhe duke u marrë me transakcione ditore dhe normalisht duke harxhuar energjinë për këtë nuk kanë më kohë të merren me zhvillime, me investime dhe përjetojnë ndryshime. Në qoftë se do të flasim për një biznes, ne gjithë e dimë që fillimisht do mendojmë për pronarin. Por sa e rëndë është realisht bara që mban një sipërmarrje sot? Atëherë, normalisht kur flasim për pronarin, ne mendojmë që pronari është thjesht shitësi. Por ndërkohë në realitet pronari është ai që merret me të gjitha transaksionet dhe të mban mbi supë të gjithë barrën e biznesit. Dhe kjo vjen pak edhe nga normalisht sepse bizneset shqiptare kanë vështirësi akoma në organizime. Flasim për bizneset e vogla dhe të mesme, dhe normalisht kjo i jep pronarit vështirësi për menaxhimin e biznesit. Pastaj kostot janë të larta, vështirësia për të gjetur stafet edhe fuqinë punëtore është rritur shumë, goxha ndjeshëm këto vitet e fundit. Është goxha e vështirë. Dhe normalisht kjo është një nga pikat më të vështira që po hasin bizneset sot që po flasim. Sipas mendimit tuaj, cilat janë tre kostot kryesore që rëndojnë më shumë mbi një biznes shqiptar? Atëherë, kostot kryesore që rëndojnë mbi një biznes shqiptar, siç folëm, është normalisht janë kostot që lidhen me mallrat, duke qenë se ne momentalisht që flasim nuk kemi një ekonomi që prodhon, por të gjitha produktet janë të importuara, normalisht lënda e parë është një nga kostot kryesore, normalisht edhe punojësit janë kostot tjetër, por që shpenzimet operacionale ka shumë kostove, nuk do të mund të veçoja një momentalisht, por që vlen të theksohet që bizneset shqiptare duhet të fokusohen më shumë tek menaxhimi dhe tek organizimi. Normalisht edhe shteti duhet të jetë pak suport me mënyra duke i suportuar me mënyra të ndryshme, për politika ekonomike të ndryshme që këto biznese të ecin. Dhe një nga problemet që do thoja unë në biznesin shqiptar është sepse ne kemi shumë numra biznesesh, por normalisht kemi jo shumë kompani ose sipërmarrje të mëdha. Flas sepse shqiptarët në këto momente që flasim kanë pas një pjesë e madhe bizneset vogla, është një term që quhet necessity entrepreneurship, që do të thotë nevojë për të krijuar biznes, dhe kjo ka bërë që një pjesë e madhe e njerëzve të krijojnë biznese të vogla, të cilat
duke mos patur mundësi për paga të larta në sektore të ndryshme ose në kompani të ndryshme, kanë vendosur të krijojnë biznese të tyre të vogla, por normalisht kjo për mendimin tim nuk është diçka shumë e mirë për ekonominë shqiptare, pasi po krijohen shumë biznese dhe vetë sipërmarrësi nuk është se ka patur një plan për të krijuar një kompani të madhe, por normalisht ai thjesht ka menduar të krijojë një biznes të vogël për të nxjerrë një pagë mujore, po themi pak më të mirë se sa çdo të merrte nëse do punonte në një kompani që do ishte. Nëse do ishte punëtor do kishte një pagë pak më të ulët, mendoj për një pagë pak më të lartë, por që nuk është se ka menduar dhe kjo është diçka sepse ai merr rrezik shumë, sepse ka rreziku, merr orë të gjata punës, sepse në moment që ai krijon një biznes të vogël, nuk e ka fuqinë për të punësuar të tjerë, dhe normalisht kjo nuk është e mirë. Kjo nuk është e mirë as për ekonominë, sepse normalisht shteti nuk mbledh taksa, por kjo nuk është e mirë edhe për vetë ato, sepse marrin rreziqe, kanë taksa për të paguar, orët e punës i shtohen, ndërkohë që ai mund të punonte në kompani private, në të njëjtën sektore që ai mund të ketë vendosur të krijojë, ta hap biznese, mund të punonte dhe të kishte paga parafërsisht me atë fitimin që ai po nxjerr. Për sa i përket sektorit fason, ne e dim se është ndër më të prekurit nga kursi i këmbimit. Si ndikon rënja e euros në një kompani që prodhon për eksport? Atëherë, në këtë moment që flasim, rënja e euros ka ndikuar në shumë biznese, sidomos në ato që janë eksportuese dhe në bizneset fason. Biznes fason biles është një nga biznes që është prekur më shumë nga rënja e euros dhe kanë patur sfida të mëdha, dhe mos themi që një pjesë e mirë e këtyre bizneseve që mund të kenë patur diku dhe 300-400 punëtor, janë detyruar të mbyllin. Unë kam raste konkrete, duke qenë se jam dhe kontabilist, siç folëm, kam patur biznese fasonerie, të cilët kanë qenë nga më të fuqishme në zonën e Kavajës, dhe nga rënja e kursit të këmbimit, ato kanë shkuar deri në mbyllje. Faleminderim. Pastaj përveç me që shkuam te pjesa e kursit të këmbimit, e rënjes së euros, rënja e euros ka ndikuar në shumë në pjesën më të madhe të ekonomisë në Shqipëri, ka ndikuar shumë edhe tek eksportuesit, por normalisht pjesë e tyre po mbietojnë duke ndryshuar edhe termat e kontratave që kanë me kompanitë e huaja, edhe në turizëm. Edhe turizmit është i prekur nga kursi i këmbimit, por turizmi normalisht i ka të rinovueshme kontrata dhe mund të ketë ndryshuar termat e kontratës dhe kushtet nga rënja e euros. Dhe kjo besoj që. Zoti Trimi, sipas jush, nëse një kompani merr pagesat në euro, por shpenzimet kryesore i ka në lek, a krijon kjo një humbje të drejtë për biznesin? Kjo është ajo që sapo folëm më përpara, duke qenë se folëm për rënjën e euros për fasonet dhe për eksportet, përgjigjja është po e njëjtë. Normalisht që ndikon shumë. Rënja e euros ka ndikuar sepse të gjitha, domethënë kompanitë që punojnë me jashtë, që janë eksportuesit, që janë fasonet, që janë turizmi, të gjitha të ardhurat i kanë në monedhën euro, ndërkohë shpenzimet janë të gjitha në monedhën vendase, që është lek. Dhe kjo normalisht që ka ndikuar drejt për drejt në marzhin e tyre të fitimit. Si mendoni ju, a mund të përfitojë dhe të mbjetojë një fasoneri vetëm duke ulur fitimin apo në një pikë të caktuar rrezikohet dhe mbyllja? Siç sa thash më përpara, normalisht janë fakte që shumë kompani fason tani kanë falimentuar. Dhe kursi i këmbimit, çështja nuk është e mbjentesa, çështja është se kompanitë fason kanë nevojë për fuqi të mëdha punëtore që të arrijnë të zhvillohen. Dhe normalisht kursi i këmbimit bën që ato të sforcohen shumë dhe mund të arrijnë deri në mbyllje, siç edhe kemi raste konkrete. E kuptoj. Shpesh herë e dëgjojmë edhe te populli, edhe në biseda të përditshme, shprehjen që nëse një produkt shqiptar shitet në të njëjtin treg dhe me të njëjtin çmim, si një produkt europian, pse punëtori shqiptar nuk paguhet në nivele të paraafërta me Europën? Edhe pse ky produkt pra ka të njëjtin çmim. Kjo është një pyetje normalisht që kërkon një përgjigje më të shtyllume, megjithse në Shqipëri pagat gjatë viteve të fundit nuk është se nuk janë rritur goxha,
por normalisht ka vend për përmirësim. Të më thoj, shteti shqiptar duhet të mundohet që të trajnoj, sepse të mësoj, si të themi, individet. Në Shqipëri akoma nuk është kultura që individi të kuptoj që edhe ai vetë, përveç se subjektit, edhe ai ka vetë detyrime për të paguar. Dhe normalisht, kjo ndikon edhe te paga, sepse pronarët normalisht mbajnë gjithë barrën tatimore, duke paguar edhe detyrimet e punëtorit për kontributet ose për tatimin për tapin që mund të quhet tatim mbi të ardhurë personale. Dhe normalisht shteti duhet të trajnojë individët që ato të rrinë të kenë të ardhurë më të larta, duhet të trajnojë individët, duhet të mësojnë në mënyra të ndryshme, që normalisht ka ekspert pasaj që mund të merren me zhvillimin e kësaj, po unë do të jepja një mendim që është mendim personal. Për shembull, kjo tatimi mbi të ardhurë personale duhet të rishikohet dhe mund të bëhet një lehtësim normalisht, dhe në moment që bëhet një lehtësim i kësaj, punëtori mund të ketë të drejtë të marrë një pagë më të lartë, flasim bruto, dhe tatimi mbi të ardhurë personale mund të paguhet në një bazë vjetore, ose mund të bëhet një deklarim i të ardhurë personale në baza vjetore, që edhe vetë punëtori të kuptojë që nuk është detyrimi i pronarit të paguajë taksën e punëtorit. Dhe në këtë rast, kjo ndihmon edhe sepse besoj do të ulë ndjeshëm informalitetin, duke ndihmuar pronarin të paguajë vetëm taksën që i takon, punëtorit të paguajë detyrimin tatimor që i takon, por i të lehtësuar normalisht në moment që është në këto nivele që është për momentin, që flasim për paga mesatare shkon diku ke 13% vetëm tatimi mbi pagën. Atëherë dhe nëse bëhet në baza vjetore, edhe punëtori do të si të themi, do të adaptohet që ka dhe ai tatime për të paguar, nuk janë vetëm të biznesit të gjithë detyrimet, dhe normalisht pastaj bëhet një bashkëpunim i të tre palëve, sipërmarrësit, shtetit dhe individit, dhe normalisht besoj se mund të kemi një zgjidhje, mund të arrihet një mesme. Si mendoni ju, cilët janë faktorët që e pengojnë rritjen e pagave në një biznes shqiptar? Nuk është se ka një faktor fiks. Faktorët janë të ndryshëm. Normalisht, siç thash edhe më parë, ne si shtet kemi patur rritje këto vitet e fundit, edhe me ndryshimin e fundit që u bën gjatë 2026-s, që paga minimale shkoi 50.000 lekë të reja bruto, dhe shteti për një vit do t'i subvencionojë edhe bizneset për ato 10.000 lekë diferencën midis pagës minimale që ishte para një viti me pagës minimale që është. Pagat janë rritur, por që mendoj që ajo që po thash më përpara tek pyetja më përparshme, po shteti duhet mundohet me politika të ndryshme që të uli informalitetin, sepse pagat nuk është se nuk janë rritur, informaliteti vazhdon të jetë te pjesa e pagave, dhe duke bërë këto politika mund të arrihet ajo që ne kërkojmë, që të rriten, që pagat mesatare të jenë edhe më të larta, informaliteti të jetë edhe më i vogël, punëtorit marrin pagën siç i takon, pagën reale, normalisht jetë formale, dhe biznesi normalisht ka interes, nëse do ishte ajo që thash kultura, që vetë individi do paguante detyrimet e veta, bizneset vetat, shteti do mbledhë taksat, por normalisht me lehtësime, sepse pa lehtësime është vështirë që të rriten. Dhe duke bërë këto, mendoj që pagat do ishin edhe më të larta, por që gjatë këtyre viteve pagat janë rritur. Të jemi real me ato që themi, nuk mund të vetëm themi gjithmonë që pagat janë të ulta, pagat janë rritur, nuk është se nuk janë rritur. Kështu që mendoj që kjo është. Sa e vështirëson kjo pjesë biznesin? Rritja domethënë e pagave, a e bën më të vështirë për biznesin? Nuk mendoj që do ta bënte më të vështirë biznesin, qofse do u ndiqnin disa politika të duhura, normalisht nga ekspert ekonomisë, nuk besoj se do ishte problem. Shtetet tjera kanë taksa edhe goxha më të larta për pagat e punëtorëve, dhe përsëri ja dalin, edhe pagat janë goxha më të larta dhe ja dalin. Tregu është i gjerë. Shqipëria për momentin unë mendoj që duhet krijohen politika që të suportohet biznesi shqiptar në lidhje me tregun e gjerë ndërkombëtar.
sepse ne duke qenë se jemi një popullsi e vogël, normalisht tregu është edhe më i vogël. Shteti vetë duhet të krijojë politika ekonomike që ta ndihmojë biznesin shqiptar të dalë jashtë territorëve të Shqipërisë në një treg më të gjerë ku mund të ketë edhe më shumë ku mund të përfitojë edhe më shumë të ardhurë. Dhe normalisht pastaj pagat e punëtorëve gradualisht do rriten vetë siç edhe janë rritur gjatë këtyre viteve të fundit. E supozojmë se është rritur paga e punëtorit. Kjo a i rrit shpenzimet e biznesit? Apo... Normalisht i rrit shpenzimet e biznesit. Rritja e pagave është një nga kostot më të mëdha që kanë biznesi në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri. Prandaj duhet bëjë kjo ndarje. Është një nga kostot operative që normalisht rëndon shumë mbi bizneset, jo vetëm në Shqipëri, por në përgjithësi. Dhe të thash, siç kemi folur gjatë gjithë rrjedhës së bisedës, rritja e pagave do ndikojë, por që normalisht është është e domosdoshme kjo për të gjitha palët, por që edhe individi, edhe siç thamë dhe më parë, edhe vetë personi duhet të jetë i ndërgjegjshëm që ka për të paguar tatimin për pagën. Siç do të gjë që individët ose siç do të në Shqipëri, nëse shikojmë në sektorin publik ose nëpër kompanitë të mëdha, punëtorët kur shkojnë bëjnë bisedën për pagën, bëjmë bisedë për pagën bruto, nuk flasim për pagën neto, ndërsa në sektorin privat, në bizneset e mesme dhe të vogla, punëtorët kërkojnë pagën neto, sepse nuk e kuptojnë, akoma nuk kanë arritur në atë fazë që të punëtorit të ndërgjegjësohet që edhe ai vetë ka detyrimin ndaj shtetit. Por që normalisht duhet të ketë goxha lehtësime, sepse jemi në një fazë akoma tranzicione dhe që ta trajnojmë që vetë punëtorit të ndërgjegjësohet për këtë, normalisht duhet taksat duhet të vinë gradualisht, edhe më të vogla, edhe me lehtësime nga shteti. Zotë Trimi, a keni një shembull si mund të reagojë shteti me politika, domethënë për ta lehtësuar sadopak këtë rëndesin që kanë bizneset, sepse me sa kuptoj unë, domethënë edhe nëse do rriten këto paga, do jenë prapë në kurriz biznesit. Po, në kurriz të pronarit. Do jenë në kurriz biznesit, por që për mendimin tim me gjithse edhe pse pagat janë një nga kostot kryesore të bizneseve, normalisht shteti duhet të krijojë politika të ndryshme, për shembull po themi për të rinj, qofse duhet të subvencionojë bizneset për punëtorët, mund të jetë një shembull, që shteti mund të subvencionojë bizneset për punëtorët që janë në një moshë të caktuar dhe punësohen në kompani, ose po themi për nxënësit që mund të kenë mbaruar studimet si ekselent, shteti mund të subvencionojë këto nxënës, qofse futen nëpër kompani të mëdha dhe të suportojë që mos ta kenë të vështirë futjen në sistemin e punësimit. Nuk flas për bizneset që janë të mesme dhe të mëdha, po flas për shembull për inxhinierë ndërtimi që sapo kanë mbaruar shkollën. Normalisht ato mund futen në një kompani shteti, mund të suportojë ato biznese që i punësojnë këto të ri dhe të marrin pagat në këto kompani, por shteti duhet të jetë subvencionues. Një ide ishte se ka pafund gjëra pastaj, por që po nëse do uleshin taksat nga shteti dhe domethënë biznesi do ta kishte vetë në dorë që ta merrte vetë përsi për këtë risk. Mund ma bësh deri për të. Po, patjetër. A nuk do ishte më lehtë nëse shteti do ulte taksat dhe gjithë këtë domethënë politikën që do ndërmarrë shteti ta merrte vetë në kurriz biznesi. Domethënë të rrezikonte vetë dhe të rriste vetë pagat e punëtorëve, duke mos pasur ndërhyrje fare te politikat e shtetit. Domethënë, do e dija pjesën e rëndesës së taksave, sa e rëndë është kjo taks mbi... Jo. Në Shqipëri taksat nuk është se janë, po themi, në krahasim në rajon ose dhe jashtë në Europë, taksat që kemi ne nuk është se janë goxha të rënda, që janë shumë të larta, por siç thash edhe më parë, akoma ne jemi në një fazë tranzicioni. Ndryshim. Edhe ekonomik, përveç se siç themi në fazë se kemi dëgjuar shpesh shprehjen tranzicion politik akoma, edhe ekonomik ne jemi akoma në një fazë tranzicioni dhe të gjitha këto komponentë, domethënë shteti është ai që duhet të bëjë lëvizjet e duhura, duhet të bëjë politikat e duhura ekonomike që të mund të arrijmë aty ku ne kërkojmë, sepse unë mendoj që ne jemi një vend me potencial, por që akoma potencialin që kemi nuk po arrijmë ta zhvillojmë. Dhe mund të jetë një nga pikat, sepse siç thashë më parë, të gjithë bizneset janë fokusuar te pagesat, te kostot dhe nuk i ngel energji
atyre për të vazhduar, për të zhvilluar, për të investuar. Shteti nuk është thonë që biznesin mund ta suportojë vetëm ke pagat. Shteti mund ta suportojë biznesin, po flasim bizneset e mesme dhe të vogla dhe të mesme, duke i financuar mënyra nga më të ndryshmet që mund të studiohen nga ekspertë ekonomistë dhe të suportohen me subvencionime, për shembull për blerje, po themi kot, për blerje makinerish, që subjektet që këto sipërmarrje të mund të investojnë në makineri më të sofistikuar dhe shteti mund të bëjë një zbritje, po themi, të tatimit mbi fitimin. E kuptoj. Dhe kjo pastaj ja ul vështirësinë biznesit, se normalisht ka marrë makineri më sofistikuara dhe prodhon, mund të ketë më shumë prodhim. Ne do të fokusohemi shumë që biznesi shqiptar të zhvillohen në prodhimin. Domethënë të kemi më shumë prodhim për produktivitet dhe prodhim, që më pas mund të eksportojmë dhe të konkurrojmë në tregun e jashtëm. E kuptoj. Si mendoni ju, a mundet një biznes shqiptar të konkurrojë në Europë duke u mbështetur vetëm te kosto e ulët e punës? Mund të konkurrojë duke u bazuar te kosto e ulët e punës, por ne si vend po pretendojmë që kjo gjë mos të jetë, sepse ne nuk pretendojmë të konkurrojmë nga kosto e ulët e punës. Duke konkuruar gjithë këto vite nga kosto e ulët e punës, ne kemi arritur në fazën që shumë të rinj shqiptarë kanë emigruar, sepse nuk është më koha për Shqipërinë pas 36 viteve që kemi hyrë në demokraci, nuk është më koha që ne të konkurrojmë vetëm me paga të ulta. Ne është koha që të futemi në tregun ndërkombëtar duke konkuruar me produkte, me prodhime nga më të ndryshmet. Ose edhe në tregun vendas, po sepse kemi shembull bujqësinë. Bujqësia është një nga sektorët më të dëmtuara. Pse? Sepse nuk është problemi që bujqësia nuk prodhon. E kuptoj. Bujqësia nuk ka treg për ta shitur produktin. Akoma në Shqipëri vazhdon të futen produkte të bujqësisë nga jashtë, nga importi, ndërkohë që ti ke prodhimin vendas, që mund ta suportosh atë bujkun, atë fshatarin. Fshatarin është fjalë që mund të ato sipërmarrësin e bujqësisë mund ta suportosh duke i dhënë subvencione nga më të ndryshmet dhe duke ndihmuar për shitjen e produktit të tij dhe duke jo që produkti të ngelin pa u shitur. Dhe normalisht pastaj edhe bujqësia jonë mund të synojë për eksport. E kuptoj. Deklarata që dha kryeministri për kredit, pra për kostot dhe kredite buta për bizneset e vogla dhe bizneset e mëdha. E ndihmon këtë situatë? Normalisht e ndihmon. Gjithmonë të jemi të drejtë normalisht. Patjetër, si diskutohet. Po, gjithmonë financimet që vijnë nga shteti, sepse edhe një kredi, në moment që shteti subvencionon të paktën interesat e kredisë, e suporton shumë biznesin. Dhe kur themi kredi e butë, një kredi e butë mund të jetë me 1% ose 2% normë interesi, që normalisht është goxha e mirë dhe është e pandjeshme për biznesin. Se normalisht normat e kredive gjatë viteve të fundit, unë kam qenë dikur edhe në mos gaboj, kryeministri ka vendosur 3.7%. 3.7%, përsëri nuk është një normë shumë e lartë, sepse për biznesin nuk është normë e lartë, duke qenë se unë kam qenë dhe shumë vite punonjës nëpër banka dhe në sektorin bankar tek dhënia e kredive, di shumë mirë se funksionon kredia. Gjatë viteve të fundit në Shqipëri janë rritur shumë normat e interesit dhe një kredi për një sipërmarrje me normë interesi të ulët është goxha e favorshme dhe mund ta ndihmojë goxha. E kuptoj. Si mendoni ju, sa vështirë është sot për një biznes të vogël ose të mesëm të ndjek të gjithë detyrimet fiskale dhe procedurat administrative? Për biznesin e vogël, normalisht nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë për biznes, sepse siç e dim shumë mirë, deri në vitin 2009, qeveria shqiptare ka vendosur që bizneset e vogla me xhiro deri në 90 milion të reja, 90, se mund të dukes kur thash 90, nuk kanë tatim, nuk kanë TVSH, nuk kanë tatim fitim, mbarse nëse janë biznese që tregtojnë që e kryen aktivitetin e tyre brenda vendit. Nën 5 milion të reja tani është ligjëri, nuk kanë nevojë për pasqyrë financiare ose për bilanc të deklaruar dhe kanë vetëm thjesht deklarime mujore që normalisht me studio të ndryshme mund të jenë të lehta, por që gjithsesi pastaj për bizneset e mesme që është pak më ndërlikuar, sepse bizneset e mesme duhet të kenë staf të kualifikuar të brendshëm
staf menaxhimi, staf financa dhe pastaj normalisht mund të bashkëpunojnë edhe me studiot e jashtme për pjesën e deklarimit, por që nuk është diçka që themi e vështirë. E kuptoj. Është e arritshme. Si mendoni ju, sa është përgjegjësia e pronarit të biznesit dhe sa është përgjegjësia e një ekonomisti apo financieri që një kompani të jetë në përputhje me ligjin? Përgjegjësia është ndarë midis të dyve. Normalisht kur bëhet marrëveshje, ndahen dhe detyrat e gjithkujt, normalisht kur firmosen kontratat midis studios së jashtme ose po flasim nëse ka ekonomist brendshëm, pastaj nuk është çështje përgjegjësie, kupton, është çështje si ndahen detyrat. Është balance, pra ka shumë të dyja palët e kanë të njëjtë. Të dyja palët kanë përgjegjësitë e veta. A është bërë sot ekonomisti një domosdoshmëri për një biznes apo shihet thjesht si një kostoshtesë? Për pjesën më të madhe të bizneseve, thash, për këto bizneset e vogla deri diku dhe pak më të mëdha, jo të mesme të mirëfillta, po pak më të mëdha se të vogla fare, duket si një kosto e shtuar, por realisht ekonomisti është shumë i nevojshëm. Tani ka dhe disa probleme flasim aktualisht, sepse bizneset e marrin konsulencën e kontabilistit ose ekonomistit pasi e kanë vendosur, e kanë bërë veprimin dhe nuk e marrin paraprakisht atë informacion dhe kjo pastaj ka pak probleme, por që ekonomisti është i domosdoshëm, ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë i domosdoshëm për financat e kompanive. Ju personalisht keni pasur ngarkesa mbi këto kërkesa që keni pasur për aktualisht diçka që nuk ju takon që ju ta bëni? Po. E kuptova pyetjen. Gjatë kohëve të fundit, normalisht që në momentin që hyri procesi i fiskalizimit në Shqipëri, normalisht për shumicën e bizneseve, ishte një risi e re dhe normalisht kërkon kohën e saj për të trajtuar. Normalisht nuk mund kur futet diçka, kur implementohet një produkt i ri, sidomos në këtë mënyrë që o implementuar në Shqipëri, kërkon kohën e vet. Por që punën normalisht ne si kontabilist na shtuar goxha, sepse përveç se po them realitetin, përveç se ne po bëjmë punën tonë si kontabilist, ne tani jemi bërë dhe si më thon studio shërbimi për aplikime nga më ndryshme deri tek aplikime që mund bëhet në ILB, që normalisht nuk është fare puna jone, por që gjithsesi doja dalim edhe me sukses si gjithmonë. E kuptoj. Do doja të flisja pak për sigurimet dhe për kostot e punës. Rritja graduale e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si ka ndikuar të bizneset? Atëherë, okay. To janë kjo pyetje normalisht u shtjellua pak më lart, goxha, por që kanë ndikuar kjo paga minimale, megjithëse shteti megjithëse bëri rritje në 2026 në biznesin po e suporton duke ja ulur atë barrën për diferencën midis pagës minimale, por që normalisht është kosto e shtuar, por që qofse bëhet politika e duhur për ta suportuar biznesin në këtë krah, që pagat të jenë formale, atëherë biznesi normalisht do të interesonte kjo gjë, nuk është se. Si mendoni ju, a ndihmon kjo rritje sistemi social apo krijon një barrë më të madhe për sipërmarrjet? Nuk mendoj që krijon barrë. Kjo është një gjë e domosdoshme që duhet do vi momenti që po është diçka e domosdoshme sepse po vjen koha që edhe Shqipëria të jetë normalisht si Europa. E kuptoj. Përderisa ne do po kërkojmë të futemi në Europë, normalisht duhet të parafrohemi me. E kuptoj. Në mendimin tuaj, a mendoni se një biznes shqiptar sot ka një klimë të favorshme për zhvillim? Po, klima është e favorshme, tregjet janë të hapura, dhe normalisht nuk është se klima është e pafavorshme, thjesht, si thash më lart, biznesi shqiptar flas të mesme, po e kam thënë 2 herë më lart, po e them edhe një herë të tretë, biznesi të harxhojnë shumë energji me transakcione ditore, duke mos patur mundësi për të menduar për zhvillime. Pastaj bizneset normalisht në Shqipëri akoma kanë probleme edhe me likuiditetin, që është një nga problemet më të mëdha, sepse politika për mbledhjen e detyrimeve të pravombetur është pak e ndërlikuar dhe normalisht duhet të ketë një lehtësim lidhur me këtë gjë, sepse
Likuiditeti është ajo që e bën biznesin e çliron biznesin, jep frymëmarrje biznesit, dhe duke qenë se në Shqipëri akoma politika dhe mbledhjes së detyrimeve të përmbledhur janë kërkojnë kohë që të arrihet në diçka konkrete, atëherë siç thash, shteti duhet të krijojë politika më të thjeshtuara për këto mbledhje detyrimesh, për këto biznese, për mbledhje detyrimesh, dhe jep frymëmarrje biznesit të ketë likuiditet. Zoti Trimi, mendoni ju se është problemi kryesor i ekonomisë shqiptare mungesa e kapitalit apo mungesa e teknologjisë apo e një strategji afatgjatë? Pra bizneset mendojnë afatgjatë, mendojnë për të mbaruar bizneset normalisht duhet në moment që një biznes krijohet, duhet të krijojë që në momentin e krijimit të ai biznes duhet të krijojë një strategji afatgjatë. Sepse një biznes duhet mendoj minimalisht për 3 vite më pas çfarë do të ndodhë, do të bëj parashikime. Por që akoma akoma e kam thënë më parë, akoma në Shqipëri nuk është kultura që biznesi të krijojë strategji dhe kjo pastaj krijon edhe problemet e veta, krijon edhe ngërçet e veta. Ma thuaj pak edhe pjesën tjetër të pyetjes për strategji. Strategjia, mungesa e kapitalit apo mungesa e teknologjisë? Edhe mungesa e kapitalit, normalisht, sepse që të krijohet një biznes normalisht i favor, duhet të ketë një kapital. Edhe teknologjia ka pjesën e saj, që një biznes të ecë më mirë. Një biznes të sipërmarrjet në çdo moment duhet të jenë në investim e sipër. Duhet të jenë në investim në makineri, duhet të jenë në investim në çdo lloj pjesë të biznesit, që biznesi të përparojë. Sa më shumë investime të ketë një biznes, aq më shumë produktiv bëhet dhe aq më shumë produkte mund të shfaqë klientin në treg dhe të ketë. Zoti Trimi, në postin që ju keni, nëse do të këshillonit një të ri që dëshiron të hap një biznes të ri në Shqipëri, çfarë do t'i thonit? Në këto momente, ajo që folëm më lart, në çdo lloj biznesi, do t'i sugjeroja një herë çdo të riu mos mendoj të krijojë biznese shumë të vogla, siç thamë dhe më larg atë necessity entrepreneurship, sepse nuk është diçka e mirë edhe për vetë ato, sepse nuk i lejon mundësinë të grihet. I të rinjve shqiptarë unë do të thoja që të ishim pak më me ide për bizneset që mund për bizneset që do të kenë një të ardhmë afatgjatë. Më mirë e nis me më pak vonesë biznesin duke e strukturuar mirë, duke krijuar strategjinë e duhur, duke krijuar edhe kapitalin e duhur. Patjetër, çështja e kapitalit që duhet që një biznes mos jetë i vogël, po të arrijë për masat. Po që normalisht pastaj që të futet dhe të krijojë një biznes që të jetë afatgjatë. E kuptoj. Tani do doja në një fjali ndryshimin kryesor që ka një biznes midis fazës së zhvillimit dhe fazës së mbjetesës. Pra, rikthehemi pak a shumë tek pyetja e parë. Në një fjali do doja përmbledhjen. Siç dihet, çdo biznes ka fazat e veta, që mund të jetë faza e ngritjes, faza e maturimit dhe mund të ketë edhe fazën e rënies. Atëherë, që një biznes në momentin që nuk ka likuiditet, siç thash më lart, likuiditeti është një nga faktorët kryesorë që tregon ecurinë e biznesit. Në momentin që një biznes nuk ka likuiditet, atëherë ajo të tregojë që është në vështirësi. Në një moment që një biznes nuk po investon më për të rritur gamën e produkte, për të rritur prodhimin, duke investuar edhe siç thash, në teknologji, në makineri, në infrastrukturë, në marketing, atëherë një biznes do të thotë që është në rënje dhe nuk është më as në fazën e maturimit. E kuptoj. Duke ju falenderuar sërish për pjesëmarrjen që kishit në emisionin tim sot, me kënaqësi më pëlqeu shumë biseda që kishim dhe besoj se edhe për popullin ka qenë mjaft e qartë. Shumë faleminderit që ishit sërish në studio. Faleminderit për ftesën. Ju, besoj se do jemi edhe herë tjera, kështu që shpresoj dhe do t'ju mirëprisa me shumë dëshirë. Ishte një bisedë e këndshme. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë emision. Së bashku do të rishihemi në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.